Leje thot shkollën, falu, se ta jep thot, pra ka dëshirë të kemi një emër tjetër, unë gjithsesi Zedi Bardoshi thot diplomën. Namazi nuk të pengon nga shkolla, përkundrazi, Islami nxit për dituri. Fjala e parë që i ka shpall i madhi Zot profetit alayhis salam është lexo, iqra, lexo. Islami nxit që njeriu të shkollohet, të studioj, të aftësohet, të angazhohet, kiti dobishëm për veten, për familjen, për shoqërinë. Nëse do të lexosh historinë islame, do të shikosh që xhamit deri vonë kanë qenë vatra ku në to mësoheshin dituri të ndryshme. Mësohej feja, por mësoheshin edhe dituri të tjera. Por është me nevojë që ne të lexojmë. Ne të lexojmë historinë, të lexojmë për Islamin, të lexojmë Kur'anin, të lexojmë ato gjëra që na ka urdhëruar i Madhi Zot. Dhe të falësh namaz, do të thotë që ti tregohesh mirënjohës ndaj krijuesit të gjithësisë. Do të thotë që ti falenderon krijuesin e gjithësisë. Do të thotë që ti i lutesh krijuesit të gjithësisë të t'jap sukses në jetë, në familje, në shkollë. Do të thotë që ti shpreson se në botën tjetër do të gjesh shpërblim për atë namaz që fal. Prandaj, unë të ftoj të lexosh për Islamin.